Vesa! Erdha! Që. Hej. Musa? Si je mirë? Mire. Tamam me kokja. Kjo edhe pa marrë diçka. Hajde, Mika, shkojmë ajo? Mimi! Hej, falem për sonte. Duhet më nejtë me kujtimin. Më rëdha to? Nuk mundet. Qështu e ka punë. Okej, kalem mirë. Faleminderit. Hej, Fes. Ha? Defe dhe veshto nuk po i. Kalosh mirë, Fis. Me herë tjetër dolim bashkë. Sa s'pjo marrë vesh i gjatë. Hajde, bëtë të shihim, ja. Kalem mirë, Fes. Zotni, më na falë. E di që a muj me ta shpjegu të lutem. Na ishim veç të bisedu. Në fakt ishim të sqaru punën. Më shële. Po në rregull, ama është mirë me sqaru që mos me pas keq kuptime. Se ka njerë nuk janë gjanat ashtu si duken. Më duke se thash, më shële. Kur nuk e kam dasht situatat të vendos dhe kur kam shumë opcione. A e dini pse? Se kur nuk kam qenë i kënaqur me rezultatin. Gjithmonë i kam zgjidhur në mënyrën më të mirë. Por prap nuk kam qenë i kënaqur me veten. Se e di që kam mujt me ba më shumë. Kësa i themon torturë. Pe marrë me mend. Jo. Ti nuk mundesh me marrë me men. Ti ke pas mundësin. Edhe është dash me marrë me men kur të kam paralemru. Pa dhe unë e krejt që akum dasht ka qenë veç me u sqaru. Jo. Prap gabim. Sa mbaj men unë. Atë natë që kemi fol bashk. Nuk të jam lut. Por të kam thënë kjartë. Rri largë. Ki drejt plotësisht mirë, po... Është një fjalë kineze e cila thot: njeriu është si lisi. Lisi reziston të gjitha stuhive, fortunave. Por vetëm një gjëje jo. Krimbit. Ai e rrezon. E dua këtë shprehje. A e din pse? Se e din nga kush mund të mbrohem. Nga krimbat. Jo rrej krimbat. Do më thonë si pas jush... Ti je krimb. Krimbat si ti i shkel me këmbë. Edhe bëj me kënaqësi. Zotni, po mdoket që po i bëni gjanat... Më shire. Shkon shpi. Mos më keq kuptoni, po besoj që kishim mujt me bisedu. A të pyeti dikush? Jo, ama s'po mdoket në rregull çështja. Kur nuk të kërkoj mendimin, mos ma jap. E qartë? Kurse me ty më duket isha shumë i qartë. Shkon shpi. Jo. Çka? Thash jo. Aha. Bukur. Ne ishim bashk. Jemi bashk. Edhe duami. Çka mbetet mua të them?
Urime. Vajza ime ma thot në sy të botës. Ne duhemi. Bravo. Shko. Jo. Thash shko. Prit. Ku shkon ti? Bab, kjo punë është mes meja dhe teja. Ai nuk ka faj. Lirahat. Unë i pas kam ranë qaf ati. E gjenë mes të rrugës me vajzën time, duke... edhe në prapje keqi. Atëherë mos tento me gjithë problemet mes rrugës. E dijom se ku do të me gjithë të gjana. Shije me në shpi pra. Natyrisht. Nëse nuk ke ndonjë stacion tjetër. A është si s'ka në rregull? Rregull është. Po, pse? Si di. S'qa mësu me të pak kështu. Rejsi feminist nuk e ke fol asnjë fjalë. Një ma a? Oh. Se di, ndoshta... Ta që nuk e mësu me pa mu me këtë veshje. Po, ka mundësi më kona, ajo. E di? Edhe mu pun që ditë vetja pak. Fes. Atje ishtë mbra me e benin edhe kujtimin. Apo? A një takëqirim edhe na? A dhe vëshko? Shka e dhane? Qka u botash? Nuk më i melon vetën. Të sikur the nuk po dalim. Po, ama, të pakten me ditë ku është. Edhe nuk më i me basë kur s'po ndodhë kur gjo. Je i sigur që e ka armën me vetja? Po, burë. Qka u bo me juve më ndjem? Sa ma shumë që pjo një, aq ma pak pjo kuptoj. Mirë dhe më sush qëtëso se nuk banon në shumë. Prit ben. Po të ishte ditë, thuaj mirë dita. Por pasi është mbrëmje, thuhet mirë mbrëmje. Anë liber për shumë, E kam lexu në një libër para disa kohësh. Duket ka qenë abetarja. Të fortë e kanë zjerë që ta. E mosha jote. Thuhet se të gjithë të rinjët mendojnë se të moshuarit janë budallënj. Ama të moshuarit e dinë se të rinjët janë budallënj. E mbylla lokalin. Çka? Çka dënë më thonë me e mbylla lokalin? Unë kishe veç për këto thanit e babit, duhet me lodhë trunin me i kuptu. Shumë shqipe thash, e mbylla lokalin. Që dënë me thonë ja kum vënu drynin, mos me punu ma. Silla me pi. E kom ditë. Jam i bindur se ky ka qenë një mësim i mirë për ty. Sa më herët me kuptu gabimin, aq më herët mundesh me evitu. Pije, ta festojnë! Për çka me festu, bab? Që po met rrugëve? Ja, birë, nuk e met rrugëve. E ke lënë një rrugë pa kry. Nita! Nita! Të gjitha e më prezenton të si djallë. Edhe kur më threste, nuk më drejtoj me emën, po djalli jam.
Hera vetme që kom vesh diçka femnore, u kom bramit maturës. Dhe atëherë ju kom shmang babës. Kom shku të një shoqe dhe prej aty kom dalë. Në kërë më këthy, baba i shkon të dera. Kish shprit. Shikoj disa qaste, po nuk foli kur gjë. Kur mos ma ka përmen. Jemi mos. Po nana? Nana. Ajo s'ka fol kur për këtë punë. Dhe me di se munges të babës, mi kryt të flakt aq gjatë sa gati më zënë të gjumë i ndurë të saj. Po baba, a kur gjo nuk t'ka thonë pse u sjell ashtu me ty? Jo. Po tash e kom kuptu. Qka? Ose të pakten mendoj se u kom për këtë arsye. Unë jam fëmio më i vogël. Pra me unë kanë edhe 3 vajze. Po asnjëna nuk ka jetu. Edhe nështë baba e ka pas frikën se mundet me m'hup edhe mu si vajze dhe a mundu me masku ka ati si djallë. Djallë janë. Që di moza, që shkur nuk kun vetë kur gjo. S'ke pas shkas. Sonë të mpyte se ishte ma ndryshe. Pse? Qka? Jo, kur gjo harre. Pse pikrisht sante? Kjo është e pytje. Edhe njësër po të ndodhë të prape një tapitje të bëjnë. Po. Mire ke. Qka bo? Jo, kur gjo. Vetëm se kisha mendin atë. Të ajo që ma tha më herët. Kishte edhe aq shumë e utram. Kish ka më thënë për ngjarjen tonë. E kom menduar edhe atë. Mjafton vetëm të një zanatin. Të tjerat vinë vetë. Ty t'ka model. Tash është komplet. Një artist edhe një menaxher. Njani se s'ka bo film kur, e tjetëri vetë sa ka falimentu. Kombinim perfekt. Filmi nuk bëhet për ditë. Vetëm një mjafton dhe hap rrugën. Ajo ditë nuk është larg. Hapi ti një herë rrugë, pastaj merre edhe djalin, deri atëherë e di unë çka bëj. Deri sa të vendosni ju, unë po konsultona pak me këtë neutralin. Jo. Nuk është asnjë për shokëve tina. Asnjëri për tyne nuk ja këshin lënë armën në dorë. A i ben edhe ti po flet për fisin si kurone kur flas për fëmijët e mi. E pse i ka met një revolën në dorë nuk do me thonë që e ka vra ose do me vra dikën. Tamam puna. Ai nuk është vras, ama i bën dësane pa lidhje. Krejt nga pakujtësia. Ai po veç edhe ky kujdesi yt i teprum nuk është i mirë. Fundit fisi nuk është fëmijë. Kam shaka burë. Nuk po kam qef me lanë mi ndodhë diçka e keqe. Po, e unë për shka jam këtu. Nuk e thash në atë kuptim më burë. Kjo më vërtet më njërës. Qka tash? Ku banojnë ata? Kush ata? Ata djemët, Beni edhe Fisi. Qka po duhen ata djem ty? A ka mundësi në herë me marrë në i përgjigje unë prej teje, pa e zgjatë me këto pyetje në pyetje? Sepse këto janë nga sjelljet tua deri tash. E çfarë gjuhë duna më folën me njerëz të kësaj shtëpie? Duhet... Babi me filozofi, mami me terapi, e ti me pyetje si zakonisht.
Mos ma prej shtrunin, po thëmë. Ti e din ku banojnë ata. Po e di edhe. A do të me të pagu tash për këtë informatë? Jo, nuk do të me pagu kurqa. Ku banojnë? Po në rregull dhe ne ka të ronë po dërgoj deri atje. Jo, tash me marrin mamin edhe babin e po shkojnë parrim si familje. A din shqipti? Më duhet urgjentisht me takua djalin, fisin. Urgjent. Ulpiana C4. Faleminderit shumë, s'ta harroj kur. Ku s'm gjau kush në këtë shtëpi, mos sot më keq. Është koha me shku që tash shkojmë. Shko ti kujtë. Unë përri dhe pak. Nove ju ka pëlqy shumë abeti. Hajde shkojnë në bashkë, se fisi sa fjallë ti ka, kime me deri më gjithë shto. Jo, shko ti. Përri dhe pak. Mirë, atërë, shjemi nesër. Tu boshës. Kuj ka gu tepo? Ati edhe. Ato me ngjyrë të kuqe janë më të mira mi mbjell jashtë. Po nëse don, mund të mi lanë edhe disa për mbrenda. Ama unë i bleva vetëm për jashtë. Gjimi i ka qef. Kojshi sot i kam njëllë. Por nuk është koha. Duhet me prit ende. Alo? Po. Po në shpejon. Thash mos jem ata. Nëse ka nevojën e vi. Jo, në rregull është. E rregullojën këtë punë. Ti e din që nuk pritoj. Edhe veç puna jote se kisha duru kur ashtu. Ama për ty jam gjeni me duru dhe më shumë. E di. Mos u shqetëso. Ku jete? Që e dola pak. Veç me marrë pak kajtë pastër. Aha, mirë. Tomë së tire ma vonë. Alo? Alo? Zemër? Me atë fole? Po. Gjima u lodhe? Jo, nuk u lodha. Shumë mirë jam. Qka ishte ajo? Të pyeta. Qka ishe të ba me atë krimbin? Qka ki bo? Ju lash një orë kohë që të bisedoni Sinan dhe Bi. Por sa po shohun, këtu po bahat si kurse nuk ka ndodhë asgjë. Nuk po marrë vesh. Nuk keni çka merrni vesh. Unë jam me atë djalë, ju kam tregu. Edhe nuk ndana prej ti. Edhe ishin si është mas miri. Deri kur dojnë me vazhdu këto biseda këto? Deri sa të përfundon kjo punë. Edhe ka përfundu. Unë nuk ndana prej ti. Besa! Njëherë je dalë prej se shtëpi edhe e këthy. Nuk kthehesh ma. Gjim, a mundë me bisedu me qiken? Unë nuk ndam prej ti. Por as nuk largohem nga kjo shtëpi. Nuk jam unë ajo që duhet largohet. Edhe nëse duhet të rrëfehemi, po fillojmë prej teje. Qka dreshin po flet? Ti duhesh me ditë më mirë. Po fillojmë prej parkingut, ku ke zakonisht veturën. Unë nuk di që kemi najtë tafërm, apo naj banesat.
Mjaft! Qka po ndodhë kështu? Shka më pëshu. Është pjesa që më ka mungu. Pjesa e skenarit. Aha. E më ka mungu një fund i tillë. E gjeta brenda shtëpisë. Të gjithë ata që kërkojnë një gjë të tillë e gjejnë. E she, e ke kërku gjithë ka në fund e ke gjetë këtu në mesin tonë. Ullu. Nesër të jam me lexu. Marrvesh ona? Po nuk është pyetja e marrvesh. Pyetja është a e sheh filmin. Është me shumë rëndësi me e pa. Nëse gjanat janë këtu, është lehtë me fotografu. Në rregull, atëherë do ta lexoj. Nuk u kthy Niku. Nuk e pash. Por nëse unë nuk e kom pa, nuk do më thonë që nuk o kthy. Edhe? Edhe humba natyrisht. Kur nuk u mujt mi marrë vesh se si përzin të letën. Pra, kon me hike. Po më donë ka hjella. Hajnë mi thojnë vetëm ati që zjetë të jetë. Po unë nuk e pa të në zonë, mos. Në është ta ma mirë. Po qëfar ma miri, kisha udhëtimin e sigurt. Në fes, të kishë moshë me ajnë edhe nuk ishe kry më këtu. Po mungesa e kësaj përgjigje më mundon, mos. Tash e kësha ditë. Tash e këtu. Kjo është përgjigje. A në këtu. Falë. Mirë ma. Bravo. Ja ma latë të pritë. Qa ka bot? Ti qka ki, vla? Unë qa kam? Ej, ben, që i ka bënd të këtu? Je ti kaldëm që ka bëjmë këtu. Qëri pun tua do është jam unë me fisin kom pun? Qa ki pun me fisin ki edhe me mu, okej? Ej, ben, në regull është. Sa nuk është në regull? A ka mundësi, vla, a ka mundësi me në lome përfundu? Nuk ka mundësi kur gjo edhe ik piktujt. Ik. Ik. Që ka bënë, o beno? Unë që jem ka bëja? Qëtëso. Ik piktujt. Krejti di sanat, okej? Po mirë që i din tash Lena ta krymë punën, Lena ahat? Ik mërë thash piktujt, ik. Ben, qëtëso mëne që ka kish lu? Fes, dëri nesër kia, fat. Et mërë thash piktujt, ik. Qka i? Qëtëso mëne që ka kish lu, la? Unë që kama? Kjo pyetje është për ty, shaq. Njëri vete merdë me marrë t'i qka tonë, ti nuk me lasë mu të qaru me ta. Qa ki mu të qaru, qa do është mu të qaru? Ha? Dishka do është, ja? Po dhe? Qa është kjo? Ti e dalë me mrujt mu këtu, a? Ha? Thuj qka dush. Nuk ki nevoj, Ben, as ti me mrujt mua së kur kush i qa, morë edhesh? Edhe nuk ki nevoj mi lujtë rolin e prindit. Prindit, ha? Po. Si lësh me këtë mët në gjep, e u dash ka me bosë kur s'ka ndodhë kur gjo. O njëri, unë për thëmë që nuk t'kom thirë me mrujt ti mu. A pi kupton ajo? Edhe më falë tash se mi zonën. Fes! Fes!
Falë. Ha? Qka? Si di, më do që të vuna pak siklet. Për qka? Thjesht që dalëm sonte, unë dhe te. Po më dhëllë për pamjena? Te dhe për ato? Jo, bre, mozone, ku mbi dhe ma herë që e thane. Të hon puna. Më falë, e di së është pak vonë, më falë. Mi brama. Me brama. E di së është pak vonë, po Niku tha se do të vinte të ju, tha se ka një punë urgjente me juve. E di sa e nga njeri nga tro pak gjërat, po thash ma mirë të vijet shë se pse ka dash më taku me juve, për çfarë arsye? Unë e takova ma herët. Edhe? E lash me fisin. Tash nuk e di ku është. E pse dëshiron të ta takon të fisin? Nuk e di. Po, me siguri fisi e din se pse. Fisi nuk është këtu. Atëherë, më falë, natën e mirë. Prit po të përcjelli. Ej, Moza. Ajo historia jote në breku. Cila histori? Historia me babën. E kish ka mënoj me të rëgu dikujt. Dikujt? Aha. E kam një shok, a i mirët me filmo. Zakonisht këtë sanët që ja kalzojone i pëlqej. Mendoha me ja kalzoj dhe këtë historin tonë. Po thu që edhe kjo është në mesin e atyre interesante ftua, Alla po, Moza. jo, fës. Ta tregova veç ty. Nuk është për tjertë. Rego. Faleminderit për sonte. Shimja. Edhe sonte ke interesant nota, po? Hajde, shimja. Se di ata mendojnë se me mbyllën e lokalit, i mbyllën edhe të lashtë. U friksova sepse dëshiron të më taku me juve. Nuk e di. Vërtet? Vërtet nuk e di. Ben, të lutem, nëse merr vesh diçka për të lutem, tregom. Krejt mi thuaj. Okej, në rregull. Ja kom frigën. E kom vlla. Ben, mjafton. Tash këtu e kom afër. Faleminderit. Mirë, po... Po? Nejse. Merë mirë që të përçolla dhe këtu. Do shta shihemi? Nuk e di. Ndoshta është ma mirë. Nesër? Nesër? Nuk e di. Nesër. Mirë. Mirë brava.